Shqipëria prodhoi 133.6 ton mish peshe gjallë gjatë vitit 2025, duke shënuar një rritje të lehtë krahasuar me vitin e kaluar. Megjithatë, rikuperimi nuk ka qenë i mjaftueshëm për të kthyer prodhimin në nivelet që kishte vetëm pak vite më parë. Të dhënat e Instat tregojnë se prodhimi vendas u rrit me rreth 3.000 ton krahasuar me vitin 2024. Megjithatë, krahasuar me vitin 2018, kur u regjistrua niveli më i lartë historik prej mbi 161.000 tonësh, prodhimi është ende më i ulët me afërsisht 28.000 ton më pak, ose rreth 17%. Kjo do thotë se pas një periudhe rritje pothuajse të pandërprerë nga mesi i viteve 2000 deri në vitin 2018, sektori i prodhimit të mishit ka hyrë në një fazë ngadalësimi. Në 5 vitet e fundit, prodhimi ka mbetur dukshëm nën kulmin e arritur para pandemisë, megjithse viti 2025 shënoi një kthes të lehtë pozitive. Edhe struktura e prodhimit tregon një specializim të qartë rajonal. Fieri mbetet qarku me prodhimin më të madh të mishit në vend me 26.200 ton, ose pothuaj 1/5 e totalit kombëtar. Megjithatë, epërsia e tij lidhet kryesisht me prodhimin e mishit të shpendëve, ku qarku prodhon 9.500 ton, nivel dukshëm më i lartë se çdo qark tjetër. Ndërkohë Korça kryeson me prodhimin e mishit të gjedhit me 7.200 ton, duke reflektuar traditën e zonës në rritjen e gjedhve. Vlora mban vendin e parë si për mishin e deleve ashtu edhe për atë të dhive, fal peshës së madhe të blegtorisë në zona malore dhe kodrinore. Në prodhimin e mishit të derit lider është Lezhë, me mbi 4.000 ton ose rreth 40% të prodhimit kombëtar për këtë kategori. Megjithse prodhimi vendas ka shënuar një rritje të lehtë për gjatë vitit 2025, tregu shqiptar vijon të mbështetet gjithmonë më shumë në importe. Sipas të dhënave të Instat, gjatë vitit kaluar u importuan mishe të brendshme të ngrënshme me një vlerë prej 8.16 miliard lekësh. Pas rënies të importeve gjatë viteve 2016-2020, vlera e tyre është rikthyer nivelin më të lartë, pranë 8 miliard lekëve, dhe ka mbetur pothuajse e pandryshuar gjatë 3 viteve të fundit.